Të gjithë e keni të preferuar, panetonia e krishtlindjes, receta si ta gatuani në shtëpi. Panetonia është ëmbëlsira më e preferuar e krishtlindjes, por cila është origjina e saj? Panetone lindi në Milano dhe origjina e saj daton që në shekullin e 14. Panetone tradicionale e Milanos është ajo e gjata, por ekzistojnë edhe varietete të shkurtra dhe të gjëra, të cilat janë në prapur më së shumti në Piemonte. Piemonte tipike e traditës milaneze, cila konsiston në gatimet e saj me dorë, është një produkt furre me përbërës natyral. Ajo gatuhet me ujë, miell, gjalpë, vezë, por mund të shtohen edhe copa të prera të frutave të freskëta, lëkura portokalli ose citroje. Në këtë video do ju sjellim recetën si ta përgatisni vetë në shtëpi. Ju duhen 1 kg fruta të thata të përzira si rrushë, qershi, portokall, kumbull, kajsi, molle dhe të tjera, 200 g sheqer, kaf ose edhe të bardhë, 100 g bajame të prera në feta të holla dhe 1 lugë kanellë, 1 maj lugë karafil pluhur. Në një tigan me një zjarr të ngadaltë, hidhni konjakun, serumin, gjalpin, frutat e thata dhe sheqerin dhe i lini të zjenjë për 5 minuta. Më pas hidhni masën e krijuar në një tas të madh dhe e lini të ftohet në temperaturë ambienti për 30 minuta. Pasi masa të jetë ftohur, hidheni ngadalë miellin, pluhurin e pjekjes, lëngun e limonit, lëngun e portokallit, kanellën, karafilin, vaniljen dhe vezën. Të gjitha përbërësit i përzjeni derisa të formohet një miell i butë elastik. Merrni një në trumbullakën në formë keku, e lyeni me gjalpë dhe vendosni brumin. Sipër brumit shtoni bajamet e prera në feta të holla, futeni panetonen të piqet për 25 minuta në furrë në temperaturë 180 gradë.